Të nderuar kolegë zëvendës kryeministra, ministra dhe zëvendës ministra, të nderuar qytetarë të Republikës Kosovës, të nderuar përfaqësues e punonjës të mediave, të nderuar punonjës të kryeministrisë, po takohemi sot në këtë mbledhje të qeverisë, të dytën brenda kësaj jave për të marrë edhe disa vendime të tjera shumë të rëndësishme për vendin dhe veçanërisht për jetën e qytetarëve tonë. Në mbledhjen paraprake miratuam disa vendime me rëndësi, ndër të tjera projekt ligjin për byron për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme, vendimin për ndarjen e pagës së 13 për punonjësit që marrin pagë nga buxheti i vendit, dhe po ashtu për ndarjen e 500.000 eurove për përfaqësuesën tonë në futboll. Jemi mbledhur sërish për të marrë tash vendime të cilat gjithashtu nuk presin, e të cilat gjithsesi lehtësojnë e begatojnë përditshmërinë e qytetarëve tonë. Të nderuar qytetarë, që prej vitit 2020, kur filluam të qeverisim, por pastaj edhe nga viti 2021 tutje kur u rikthyem në qeveri, jemi përballur me sfida të mëdha globale, sfida këto të cilat kanë vendosur në situata të rënduara edhe vendet më të zhvilluara. Por ajo që mund të them me bindje të plot është se secilës prej këtyre sfidave jemi përgjigjur përsëmbari me seriozitet e sinqeritet dhe kemi ndihmuar secilën kategori shoqërore, natyrisht më shumë ata të cilët kanë më shumë nevojë. Në mandatin e kaluar, krahas përgjigjeve tona me pakun për përballje me inflacionin si masë urgjente në njërin anë, kemi nisur edhe iniciativën për krijimin e ligjit që në publik njihet si ligji për çmimet tavan anën tjetër. Kjo jo për ta penguar rritjen e zhvillimit të askujt, përkundrazi për të evituar keqpërdorimet në emër të krizave të vazhdueshme dhe rritjen apo fryrjen artificiale të çmimeve. Por ngjajshëm sikur shumë iniciativa të tjera, edhe ky ligj u pat sfiduar pas aprovimit në të dy leximit në Kuvendin e Republikës në gjykatën kushtetuese nga ana e opozitës. Dhe ja ku jemi shumë muaj pas me kriza të reja në sfond global që tash këto kriza e prekin edhe xhepin e qytetarëve tonë. Andaj po e risjellim për miratim këtë projekt ligj që vjen si përgjigje domosdoshme ndaj një realiteti e përvojës që qytetarët tonë kanë përjetuar. Rritje të papritura të çmimeve, paqartësi në treg dhe mungesë e mekanizmave efektiv për mbrojtje e ruajtje. Me këtë ligj ne nuk po hyjmë në tregun e lirë, por përkundrazi po e mbrojmë lirinë e tregut nga abuzimi. Ky projekt ligj vendos një balancë të domosdoshme ndërmjet funksionimit të lirë të tregut dhe përgjegjësisë së shtetit për të mbrojtur interesin publik në situata të jashtëzakonshme. Ai krijon instrumente të qarta për ndërhyrje të përkohshme, të targetuara dhe të bazuara në evidencë, në fakte, duke shmangur deformimet afatgjata të tregut. Përmes këtij mekanizmi sigurohet që çdo veprim i ndërmarrë të jetë proporcional dhe justifikuar në shërbim të stabilitetit ekonomik dhe mbrojtjes së konsumatorit. Njëkohësisht ky ligj rrit parashikueshmërinë për bizneset dhe garanton rregulla të barabarta për të gjithë aktorët në treg. Në thelb, kjo është një politikë që ndërton një ekonomi më të qëndrueshme dhe një shtet më të aftë për të përballuar sfidat e kohës. Ky ligj garanton furnizimin dhe çmimet përballueshme për produktet bazë në kohë krize, pastaj parandalon spekulimet dhe fitimet e pajustifikuara në kurriz të qytetarëve dhe më tej siguron reagim të shpejt institucional kur tregu destabilizohet. Për herë të parë krijojmë mekanizëm të pavarur, bordin, i cili vendos mbi bazën e të dhënave dhe interesit publik e kursesi të interesave të ngushta. Le të jemi të qartë, kjo nuk është risi vetëm për Kosovën. Shtetet e Bashkimit Evropian kanë mekanizma të këtillë. Dallimi është se ne deri më tani
na ka munguar zbatimi i ligjit të këtillë në praktik dhe qytetarët e kanë paguar këtë mungesë. Të nderuar kolegë, të dashur qytetarë, sot po ashtu po e risjellim edhe një tjetër ligj jetik për shëndetin e qytetarëve dhe shëndetësinë publike në përgjithësi. Edhe ky ligj po ashtu ka qenë i sfiduar nga opozita në gjykatën kushtetuese. Por siç jemi zotuar, nuk do të ikim fjalës e shmangemi përgjegjësisë. Sot në rendite e kemi edhe projekt ligjin për sigurimet shëndetësore. Synimi ynë për të investuar në shërbime shëndetësore dhe për të garantuar sigurim publik shëndetësor me qëllim përmirësimin e cilësisë së jetës do të konkretizohet me miratimin e projekt ligjit për sigurim shëndetësor. Përmes këtij projekt ligji kemi synuar dhe synojmë që njerëzit në nevojë të kenë mbrojtje më të mirë sociale duke ndikuar në uljen e varfërisë dhe të pabarazive. Ky projekt ligj krijon edhe një mekanizëm të drejtë solidariteti shoqëror, ku secili kontribon sipas mundësisë dhe përfiton sipas nevojës, duke e bërë sistemin më gjithëpërfshirës dhe më të drejtë. Ai vendos themelët për një financim të qëndrueshëm të shëndetësisë, i cili nuk varet nga rrethana të përkohshme, por garanton siguri afatgjatë për të gjithë qytetarët pa dallim. Përmes këtij modeli, ne synojmë të ulim pabarazit në qasje ndaj shërbimeve shëndetësore dhe të forcojmë besimin e qytetarëve në sistemin publik. Në të njëjtën kohë, ky është një hap i rëndësishëm drejt modernizimit të sektorit shëndetësor dhe përmirësimit të standardeve të trajtimit. Kjo reformë bën shtetin më të fortë në përmbushjen e detyrimit themelor, mbrojtjen e jetës dhe mirëqenies së qytetarëve. Ashtu siç kemi deklaruar, projekt ligji për sigurimet shëndetësore do të kontribuojë në ruajtjen e shëndetit dhe në mirëqenien e të gjithë qytetarëve, duke reduktuar barrën financiare nga shpenzimet shëndetësore. Ju faleminderit e tash po vazhdojmë me agjendën për mbledhjen e sotme, e cila nis me pikën e parë, shqyrtimi propozim vendimit për aprovimin e ekstrakteve të procesverbaleve dhe transkripteve të mbledhjeve të parë, 2 dhe të 5 dhe ekstrakteve të procesverbaleve dhe mbledhjeve 3, 4 dhe 6 elektronike korresponduese të Qeverisë së Republikës Kosovës. Të nderuar kolegë, anëtar të kabinetit qeveritar, ekstraktet e procesverbaleve dhe transkriptet e mbledhjeve të përmendura janë shpërndarë në linkun e materialeve të mbledhjes së qeverisë. Nëse nuk keni ndonjë vërejtje, ju ftoj për miratim. Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e dytë është shqyrtimi i projekt ligjit për shtetësinë e Kosovës. Ministria e Punëve të Brendshme ka propozuar miratimin e projekt ligjit për shtetësinë e Republikës Kosovës, i cili synon modernizimin dhe përmirësimin e kornizës ligjore për rregullimin e çështjeve të shtetësisë, duke rritur efikasitetin, transparencën dhe sigurinë juridike në këto procese, si dhe duke lehtësuar procedurat për qytetarët dhe diasporën në përputhje me standardet dhe praktikat ndërkombëtare. Për të paraqitur në detaje për mbajtjen dhe rrisitë kryesore të këtij projekt ligji, ftoj ministrin e Punëve të Brendshme, zotëri Xhelal Sveshlen, që ta merr fjalën. Faleminderit shumë, i nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, të nderuar ministra, zëvendës ministra. Siç parashihet në programin legjislativ të vitit 2026, Ministria e Punëve të Brendshme ka propozuar miratimin e ligjit të ri për shtetësinë e Republikës Kosovës. Kjo nismë është një kornizë ligjore e punuar me përpikmëri që synon të rrisë efikasitetin, transparencën dhe sigurinë e proceseve tona të shtetësisë. Në esencë, kjo nismë është një iniciativë strategjike e Qeverisë së Republikës Kosovës e krijuar për të adresuar sfidat bashkëkohore dhe për afruar legjislacionin tonë me praktikat më të mira ndërkombëtare. Gjithashtu, përmes këtij projekt ligji, realizojmë premtimin e qeverisë për lehtësimin maksimal të procesit të rikthimit të shtetësisë së Republikës së Kosovës për diasporën tonë që për shkak të kufizimeve në shtetet e tyre ju është dashur të heqin dorë nga shtetësia e Republikës së Kosovës. Për më tepër, ligji për shtetësinë e Kosovës është tani më një kornizë e qartë dhe qasme për qytetarin, duke prezantuar një qasje të shkallëzuar për marrjen e shtetësisë në përputhje me interesat tona kombëtare dhe objektivat e sigurisë.
Ky projekt ligj përcakton kritere të qarta për marrjen, mbajtjen dhe heqjen e shtetësisë, duke përfshirë privimin nga shtetësia, duke ofruar një kuadër gjithëpërfshirës. Andaj, duke marrë konsiderat rëndësinë e çështjeve që janë subjekt i këtij ligji, ju ftoj që ta votoni. Faleminderit. Faleminderit Ministër Sveçla, do fjalën dikush për diskutim. Atëherë ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 3 është shqyrtimi projekt ligjit për lëndët plasëse. Ministria e Punëve të Brendshme ka propozuar edhe miratimin e projekt ligjit për lëndët plasëse, i cili synon të vendosë një kornizë të qartë dhe të avancuar për rregullimin, kontrollin dhe mbikëqyrjen e prodhimit, transportit, përdorimit dhe asgjësimit të lëndëve plasëve dhe artikujve piroteknik në funksion të rritjes së sigurisë publike dhe harmonizimit me standardet evropiane. Për më tepër e ftoj përsëri Ministrin Sveçla që ta marrë fjalën. Faleminderit i nderuar kryeministër. Ministria e Punëve të Brendshme propozon miratimin e ligjit të ri për lëndët plase. Ky ligj përcakton kushte dhe kritere për prodhimin, transportin, përdorimin, asgjësimin dhe kontrollin e këtyre lëndëve plase dhe artikujve piroteknik me qëllim mbrojtjen e jetës, shëndetit, sigurisë publike, mjedisit dhe pronës. Gjithashtu, ligji rregullon çështje të rëndësishme për organizimin e aktiviteteve dhe mbikëqyrjen e plotë të zinxhirit të furnizimit deri te përdoruesi fundor. Ky projekt ligj harmonizohet me legjislacionin ekzistues të Republikës Kosovës, duke përfshirë ligjin për procedurën e përgjithshme administrative, ligjin për kundërvajtje dhe ligje të tjera që lidhen me fushën e lëndëve plase. Gjithashtu, ligji është hartuar në përputhje me standardet dhe direktivat e Bashkimit Evropian, duke siguruar përputhshmëri me praktikat ndërkombëtare. Ky ligj ofron një kornizë të qartë, gjithëpërfshirëse dhe të sigurt për menaxhimin e lëndëve plase, duke përforcuar sigurinë publike dhe përputhshmërinë me standardet ndërkombëtare. Prandaj, ju ftoj që ta mbështesni dhe të votoni miratimin e tij. Ju faleminderit. Faleminderit Ministër Sveçla, do fjalën dikush për diskutim? Ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 4 është shqyrtimi i projekt ligjit për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor. Ky projekt ligj shënon një hap të madh drejt garantimit të kujdesit shëndetësor, si një drejtë e patjetërsueshme për çdo qytetar, jo si privilegj për pakicën. Me themelimin e fondit të sigurimeve shëndetësore, përmes këtij ligji ne po ndërtojmë një sistem të qëndrueshëm që siguron mbulim të drejtë, transparent dhe afatgjatë për të gjithë. Ky është angazhim konkret i qeverisë për të lehtësuar barrën financiare të familjeve dhe për të rritur cilësinë e shërbimeve shëndetësore në vendin tonë. Projekt ligji është në përputhje të plotë me strategjitë tona zhvillimore dhe rrugtimin evropian të Republikës, duke dëshmuar seriozitet në reforma. Në fund, kjo është një politikë që vendos qytetarin në qendër dhe bën shtetin garant të dinjitetit e të shëndetit të tij. E ftoj Ministrin e Shëndetësisë, zotin Arben Vitia, që të paraqes ekspozen për këtë projekt ligj. Ju falenderit shumë kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, ministra, zëvendës ministra. Sot kam nderin që para jush të paraqes edhe një herë një nga iniciativat më të rëndësishme për të ardhmen e shëndetësisë në vendin tonë. Pra projekt ligjin për sigurimin e detyrueshëm në kujdesin shëndetësor. Është me rëndësi të veçantë të theksoj se ky projekt ligj vjen pas një periudhe të gjatë diskutimesh. Janë analizuar me kujdes sfidat dhe mangësitë që ka sistemi ynë shëndetësor, janë studiuar edhe praktikat ndërkombëtare për të krijuar një ligj që i përgjigjet nevojave të qytetarëve tanë dhe një ligj që do të jetë i zbatueshëm për realitetin ton ekonomik, por edhe social. Pas mbi 10 viteve përpjekje, ky projekt ligj përfarson një hap të rëndësishëm drejt krijimit të një sistemi të qëndrueshëm dhe gjithëpërfshirës të sigurimeve shëndetësore. Me këtë ligj, themelohet fondi i sigurimit të detyrueshëm shëndetësor i Republikës Kosovës, funksionimi dhe financimi i këtij fondi. Me projekt ligjin për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor do të rregullohen çështjet si në vijim. Ky ligj e përfshin gjithë popullatën, duke synuar qasje universale në shërbime themelore shëndetësore, si dhe ngritjen e cilësisë dhe sigurisë së këtyre shërbimeve.
Ky ligj krijon bazë për transformimin e mekanizmave të financimit në sistemin shëndetësor, mbulimin universal, shëndetin dhe të zvogëloj varfrinë dhe pabarazinë e shkaktuar nga shpenzimet shëndetësore duke siguruar qasje universale për të gjithë qytetarët dhe banorët në shërbimet cilësore të kujdesit bazë shëndetësor. Ky ligj po ashtu rregullon kontributet për sigurimin shëndetësor si një burim i financimit të kujdesit shëndetësor i cili do të jetë shtesë mbi financimin aktual të bazuar në buxhet. Ligji parashikon përcaktimin e një pakete përfitimi adekuat dhe të përshtatshëm të shërbimeve shëndetësore që do të përditësohet çdo vit dhe do të ofrohet në kushte të barabarta të gjithë përfituesve. Fuqizimi i fondit të sigurimit të detyrueshëm shëndetësor për zbatimin e mandatit të tij dhe ky ligj po ashtu rregullon sistemin, marrëvajtjen dhe performancën në sistemin tonë shëndetësor. Të nderuar anëtarë të qeverisë, marr parasysh rëndësinë e këtij ligji nga ajo që u tha më lart, ju lut për aprovim. Ju falenderit. Faleminderit Ministër Vitia. Nëse nuk e dëm fjalën dikush për diskutim, atëherë ju ftoj për miratim kush është për. Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika 5 është shqyrtimi projekt ligjit për provimin e maturës shtetërore. Ky projekt ligj vendos një standard të ri serioziteti dhe meritokracie në sistemin arsimor të Republikës Kosovës, duke konsoliduar provimin e maturës shtetërore si mekanizëm të besueshëm dhe të drejtë për të gjithë nxënësit. Ai garanton rregulla të qarta për përmbajtjen, organizimin dhe administrimin e provimit, duke mbrojtur të drejtat e kandidatëve dhe duke forcuar përgjegjësinë institucionale. Përmes këtij ligji, ne po ndërtojmë një sistem vlerësimi që mat realisht dijen dhe përgatitjen, jo rastësinë apo improvizimin. Ky është një hap i vendosur drejt parafrimit me standardet më të mira evropiane, duke marrë modele të dëshmuara dhe duke i përshtatur ato për realitetin tonë. Në thelb, kjo reformë i jep vlerë punës së nxënësve dhe i garanton shoqërisë një sistem arsimor më të drejtë, më të besueshëm dhe më konkurrues. E ftoj zëvendës Ministrin e Arsimit dhe Shkencës, zotëri Përparim Kryeziun që ta marrë fjalën. Faleminderit Kryeministër, i nderuar Kryeministër, të nderuar zëvendës Kryeministra, Ministra dhe zëvendës Ministra. Sot para jush po paraqes për shqyrtim dhe miratim projekt ligjin për provimin e maturës shtetërore nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës. Ky projekt ligj përcakton statusin e provimit maturës shtetërore në sistemin arsimor të Republikës sonë, përmbajtjen, kushtet dhe mënyrën e organizimit të provimit maturës shtetërore, të drejtat e kandidatëve dhe strukturat përgjegjëse dhe kompetencat e tyre për organizimin e këtij provimi. Provimi maturës shtetërore është vlerësim i jashtëm i arritjeve, njohurive, shkatësive dhe aftësive të fituara gjatë arsimit para universitar në përputhje me kurrikulën dhe kornizën e kualifikimeve të Republikës së Kosovës, ku të gjithë kandidatët e shkollës së mesme të lartë, të cilët me sukses e kanë përfunduar vitin e fundit dhe pajisjen me diplomë, fitojnë të drejtën të nënshtrohen provimit maturës shtetërore. Po ashtu të gjithë kandidatët e shkollave të mesme profesionale, të cilët me sukses e kanë përfunduar vitin e fundit dhe pajisjen me diplomë, e fitojnë të drejtën të nënshtrohen provimit maturës shtetërore në bazë të kushteve shtesë, nëse ka të tilla, të përcaktuara në ligjin përkatës për arsimin profesional në Republikën e Kosovës. Përfundimi i suksesshëm i provimit maturës është kusht për pranimin e kandidatëve në programe studimore të arsimit të lartë të Republikës Kosovës, sipas legjislacionit përkatës në fuqi. Me qenë se miratimi i projekt ligjit për maturën shtetërore është shumë i rëndësishëm për sistemin ton arsimor, ju ftoj ta mbështesni me votë për. Ju falenderit. Faleminderit zëvendës Ministër Kryeziu. Dëm fjalën dikush për diskutim. Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 6 është shqyrtimi projekt ligjit për masat e përkohshme të produkteve themelore në raste të veçanta të destabilizimit në treg. Ky projekt ligj është një instrument i domosdoshëm për të mbrojtur qytetarin në kohë krize, duke garantuar furnizim të qëndrueshëm dhe çmime drejta për produktet themelore. Ai jep shtetit mekanizmat ligjor për të ndërhyrë në mënyrë proporcionale, transparente dhe në interes publik kur tregu përballet me destabilizime serioze. Nëpërmjet këtij ligji, qeveria dëshmon vendosmërinë për të parandaluar abuzimet dhe për të ruajtur konkurrencën e ndershme, duke mos lejuar që krizat të shndrohen në barë të padrejtë për qytetarët.
Ky është një hap i përgjegjshëm i cili forcon kapacitetin tonë për menaxhimin e krizave ekonomike dhe për mbrojtjen e standardit jetësor. Në përputhje me marrëveshjet ndërkombëtare dhe rrugën tonë evropiane, ne po ndërtojmë një shtet që jo vetëm reagon, por njëkohësisht edhe parandalon dhe mbron. Për më shumë detaje lidhur me projektligjin, e ftoj Ministrin e Industrisë, Tërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, zonjën Mimoza Kusari Lila, që ta marrë fjalën. Faleminderit shumë, nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, ministra, zëvendës ministra. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, në mandatin e saj për propozimin e projektligjeve dhe politikave të ndryshme për miratim në qeveri dhe rrjedhimisht në kuvend, ka qëllim përkrahjen e sektorit privat, lehtësimin e të bërit biznes, por fokusin e veçantë e mban tek mbrojtja e konsumatorit dhe interesat e qytetarëve të Republikës. Lidhur me këtë, më lejoni që në kapacitetin tim si ministre të propozoj për miratim projektligjin për masat e përkohshme të produkteve themelore në raste të veçanta të destabilizimit në treg dhe të paraqes qëllimin e rëndësinë e miratimit të këtij projektligji. Ky projektligj ka për qëllim të përcaktoj kornizën ligjore për vendosjen e masave të përkohshme dhe proporcionale për produktet themelore në raste të veçanta të destabilizimit të tregut, me synim mbrojtjen e konsumatorit dhe interesit publik, si dhe vendosjen e një mekanizmi të ri, të pavarur, institucional dhe procedural për menaxhimin e situatave që vijnë si rezultat i luhatjeve të theksuara të çmimeve në treg. Gjatë hartimit të këtij projektligji, pasi që ky është për herë të dytë duke ju prezantuar qeverisë dhe kuvendit, janë marrë në konsiderat rekomandimet nga gjykimi i gjykatës kushtetuese në lidhje me ligjin paraprak, i cili ishte konsideruar në papajtueshmëri me kushtetutën, konkretisht me nenet 7, 10 dhe 119 të kushtetutës. Ky projektligj ka marrë në konsiderat këto rekomandime dhe përcakton 2 lloje të masave të përkohshme. Caktimin e mazhës tregtare për shitjen me shumicë dhe pakicë, si dhe caktimin e çmimit maksimal të lejuar për produktet bazë. Kjo për faktin se një numër i masave tjera të ligjit paraprak janë masa që bien drejt për drejt në kompetencën e mintit përmes ligjeve tashmë në fuqi. Ndërsa sa i përket vendimarrjes, për këto masa parashikohet themelimi i një bordi të pavarur për masat e përkohshme për rregullimin e çmimeve, i cili do të emërohet nga Kuvendi i Republikës dhe do t'i raportojë atij. Në projektligj janë përcaktuar edhe kushtet për emërimin e anëtarëve të bordit, kompetencat e tij, si dhe procesi i vendimarrjes. Projektligji ndërlidhet ngushtë me prioritetet e qeverisë së Republikës së Kosovës, duke kontribuar në mbrojtjen e konsumatorit. Hartimi i këtij akti ligjor është përfshirë gjithashtu në programin e projektligjeve për vitin 2026-2028, i cili është miratuar në mbledhjen e dytë të qeverisë së Republikës. Projektligji është udhëhequr nga Departamenti i Tregtisë dhe është hartuar në bashkëpunim me grupin punues, i cili është i përbërë nga përfaqësues të gjitha institucioneve publike që kanë ndërlidhje me zbatimin e këtij ligji. Po ashtu, gjatë procesit të hartimit, është mbajtur një tryezë konsultative, më përfaqësues nga organizatat që përfaqësojnë bizneset, shoqatat përkatëse që përfaqësojnë operatorët ekonomik të lidhur me produktet themelore, që janë subjekti i këtij projektligji, si dhe me përfaqësues të shoqatave për mbrojtjen e konsumatorit dhe shoqërinë civile. Andaj, për hartimin dhe finalizimin e këtij projektligji është kërkuar edhe shmangja e procedurave të konsultimit paraprak dhe publik, bazuar në nenin 84 të rregullores numër 17/2024 për punën e qeverisë së Republikës së Kosovës. Si përfundim, projektligji për masat e përkohshme për produktet themelore përfaqëson një përgjigje të drejtë për drejtë ndaj aktgjykimit të gjykatës kushtetuese, por gjithashtu edhe një kërkesë dhe një domosdoshmëri për mbrojtje të interesave të qytetarëve, duke krijuar një bazë të qartë ligjore e cila garanton proporcionalitet dhe përkohshmëri me fokus në mbrojtjen e konsumatorit dhe interesit publik. Andaj, duke marrë parasysh të gjitha të lartë sekurat, ftoj ju kolegë të nderuar në kabinetin qeveritar që ta miratojmë këtë projektligj dhe ta procedojmë në kuvend për miratim të mëtutjeshëm. Ju falenderit. Faleminderit Ministre Kusari Lila, do fjalën dikush për diskutim. Ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika 7 shqyrtimi projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit numër 06 LV032 për kontabilitet, raportim financiar dhe auditim. Ky projektligj për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për kontabilitet, raportim financiar dhe auditim
është një hap i rëndësishëm drejt rritjes së transparencës dhe besueshmërisë në ekonominë tonë. Ai forcon kornizën ligjore për raportimin financiar, duke garantuar standarde më të larta dhe më të qarta për bizneset dhe institucionet. Në përputhje me prioritetet e qeverisë për rritje të qëndrueshme ekonomike, ky ligj krijon bazë më të fortë për investime dhe zhvillim të sektorit privat. Përmes përmirësimeve dhe plotësimeve të reja, ne po e ndërtojmë një sistem financiar më të rregullt, më të përgjegjshëm dhe më të besueshëm për qytetarët. Në këtë proces, transparenca dhe informimi i publikut mbeten parime kyçe, sepse zhvillimi ekonomik kërkon edhe besim të ndërtuar mbi rregulla të qarta dhe të drejta. Për më shumë, e ftoj Ministrin e Financave, Zotëria Kuran Muratin, që ta merr fjalën. Faleminderit të nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, të nderuar kolegë. Sot para jush prezantoj projekt ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit numër 06/L032 për kontabilitet, raportim financiar dhe auditim, përmes cilit synojmë forcimin e integritetit dhe transparencës për sektorin ton financiar dhe auditimin në përgjithësi. Projekt ligji riformulon emërtimin e shoqatave profesionale të kontabilitetit dhe auditimit si entitete jo fitimprurëse jo qeveritare, të cilat zbatojnë standardet e Federatës Ndërkombëtare të Kontabilitetit apo FNK, dhe kjo siguron që praktikat tona kombëtare të përmbushin pritshmëritë globale duke rritur besimin si në nivel kombëtar ashtu edhe përtej kufive. Një ndryshim tjetër i rëndësishëm është edhe kërkesa që subjektet tregtare të dorëzojnë raportet e tyre financiare elektronikisht përmes sistemit të aprovuar nga Këshilli i Kosovës për raportim financiar, KKRF. Ky kalim në raportimin digjital do të lehtësoj procesin dhe do të përmirësoj edhe saktësinë si dhe afatin e dorëzimit të deklaratave financiare. Për të siguruar përputhshmërinë e vazhdueshme, ligji kërkon vlerësime të rregullta nga ekspert ndërkombëtar për shoqatat që nuk janë të lidhura me Federatën Ndërkombëtare të Kontabilitetit dhe me frekuencën e këtyre vlerësimeve që varion në bazë të nivelit të tyre të asociimit me FNK. Kjo do të ndihmojë në ruajtjen e standardeve më të larta të sjelljes profesionale dhe llogaridhënies brenda sistemit ton financiar në vazhdimsi. KKRF-ja gjithashtu ka autoritetin të ndërmarrë veprime vendimtare duke përfshirë edhe revokimin e licencave ndaj shoqatave që nuk përmbushin standardet të kërkuara. Tutje janë vendosur procedura të qarta për riregjistrimin e anëtarëve të prekur nga këto veprime, duke siguruar që ndërprerjet apo pengesat të jenë sa më të vogla. Andaj duke pasur parasysh nevojën dhe rëndësinë e këtyre ndryshimeve e që një pjesë kanë ardhur edhe nga vetë sektori, ju ftoj që të mbështesni këtë nismë legislative. Faleminderit. Faleminderit Ministër Murati, a do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika 8 shqyrtimi projekt ligjit për shërbimet e pagesave. Ky projekt ligj modernizon sistemin e pagesave në Republikën e Kosovës duke krijuar një kornizë të qartë dhe të sigurt për të gjithë ofruesit e shërbimeve financiare. I hap rrugë zhvillimit dhe inovacionit financiar duke rregulluar emetimin e paras elektronike dhe funksionimin e institucioneve të pagesave sipas standardeve bashkëkohore. Përmes këtij ligji ne rrisim sigurinë e transaksioneve dhe mbrojmë qytetarët, duke garantuar mbikëqyrje të fortë dhe rregulla të drejta për tregun. Ky është një hap i rëndësishëm drejt digitalizimit të ekonomisë dhe lehtësimit të jetës së përditshme për qytetarët dhe bizneset. Në thelb, ne po ndërtojmë një sistem financiar më efikas, më të besueshëm dhe më të gatshëm për sfidat e së ardhmes. E ftoj përsëri Ministrin Murati që ta marrë fjalën. Faleminderit i nderuar kryeministër. Ky projekt ligj do të parafroj kornizën ligjore dhe regulative me direktivat dhe rregullore të BE-s në fushën e pagesave dhe si rezultat ofrimin e mundësisë për përfshirjen e ofruesve të shërbimeve të pagesave, pra banka dhe jo banka gjithashtu, në zonën e vetme të pagesave në euro të quajtur SEPA apo Single Euro Payment Area. Në këtë aspekt, projekt ligji paraqet bazën kryesore për plotësim të kritereve për aplikim dhe pranim të vendit tonë në SEPA. Ky projekt ligj ishte miratuar edhe në fund të vitit 2024, mirë po për shkaqe procedurale siç e dini, bashkë me disa ligje të tjera ishin kthyer prapa nga gjykata kushtetuese, prandaj ne po e riprocedojmë edhe një herë. Projekt ligji ofron një kornizë të përgjithshme dhe me specifika teknike për shërbimet e pagesave dhe aktivitetet e ndërlidhura brenda Kosovës për të harmonizuar kornizën ligjore kombëtare me direktivat dhe rregulloret përkatëse të Bashkimit Evropian, bazuar në zotimet ndërkombëtare të Kosovës në marrëveshjen e stabilizim asociimit të nënshuar me Bashkimin Evropian.
Evropian. Në përmbushje të këtyre zotimeve, projekt ligji për shërbimet e pagesave ka për qëllim pra transpozimin e plot të direktivave relevante për fushën e pagesave. Marrë parasysh rëndësinë e këtij projekt ligji dhe hyrjen në fuqi dhe mundësimin pastaj të integrimit në SEPA, ju ftoj për miratim. Faleminderit. Faleminderit Ministri Murati. Do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 9 të shqyrtimi projekt ligjit për lojrat mesdhetare 21 Prishtina 2030. Ky projekt ligj i bazuar në marrëveshjen e arritur për organizimin e lojrave mesdhetare në Republikën e Kosovës, Prishtina 2030 është projekt me interes të lartë publik dhe kombëtar. Ai garanton që organizimi i kësaj ngjarje madhore të bëhet me përgjegjësi të plotë institucionale, me standarde të larta të transparencë, integriteti dhe menaxhimi efikas të fondeve publike. Përmes këtij investimi strategjik, ne jo vetëm që forcojmë infrastrukturën sportive dhe zhvillimin ekonomik, por e vendosim Kosovën në hartën ndërkombëtare si vend që organizon ngjarje të mëdha me dinjitet dhe profesionalizëm. Ky është një investim në rinin tonë, në sportin tonë dhe në imazhin ndërkombëtar të shtetit. Kjo është një dëshmi e besimit në potencialin tonë dhe vizionit për një Kosovë që konkurron dhe përfaqësohet denjësisht në skenën ndërkombëtare. E ftoj Ministrin e Sportit dhe Rinisë, zotëri Blerim Gashonin, që ta marrë fjalën. Faleminderit, të nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, ministra e zëvendës ministra. Me lejoni që para jush të propozoj për miratim projekt ligjin për lojrat mesdhetare Prishtina 2030. Ky ligj ka për qëllim përcaktimin e rregullave dhe procedurave, si dhe detyrave e përgjegjësive të institucioneve shtetërore dhe subjekteve të tjera në lidhje me organizimin dhe funksionimin e lojrave mesdhetare Prishtina 2030. Përmes këtij ligji, qeveria do të miratoj shfrytëzimin e fondeve publike për organizimin e lojrave mesdhetare në shumën prej të paktën 253 milion euro. Ky projekt ligj rregullon gjithashtu kompetencat e Komitetit Olimpik të Kosovës, të komunës së Prishtinës, si dhe të komunave të tjera, të cilat do të përmbushin obligimet e tyre në raport me organizimin e lojrave mesdhetare Prishtina 2030. Në përputhje me mbështetjen financiare të garantuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës në dokumentin e kandidaturës, burimi kryesor i financimit për organizimin e lojrave mesdhetare do të jetë buxheti i shtetit të Republikës së Kosovës. Gjithashtu, konsiderojmë se përmes këtij projekt ligji do të krijohen mekanizma adekuat për organizimin e ngjarjeve sportive, duke paraqur bashkëpunimin institucional dhe duke siguruar që të ndërmerren të gjitha masat e nevojshme për realizimin sa më të suksesshëm të tyre. Duke pasur parasysh rëndësinë e këtij projekt ligji, ju ftoj që të votoni për miratimin e tij. Faleminderit Ministër Gashoni. Do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka. Konstatojmë që miratohet. Pika 10 është shqyrtimi i propozim vendimit për emërimin e bordit drejtorëve të ndërmarrjes publike kompanisë rajonale të ujësjellësit Hidrodrini, SHAP. Të nderuar koleg, kabinet qeveritar, para jush paraqes për shqyrtim dhe miratim propozim vendimin për emërimin e bordit të drejtorëve të ndërmarrjes publike kompanisë rajonale të ujësjellësit Hidrodrini, shoqëri aksionare, PEI si një hap i rëndësishëm për forcimin e menaxhimit dhe performancës së saj ndërmarrje strategjike. Procesi i përzgjedhjes është zhvilluar në përputhje të plotë me legjislacionin në fuqi, përmes një procedure të hapur profesionale dhe të bazuar në merit. Ky vendim garanton përfaqësim institucional dhe kompetencë profesionale në drejtimin e ndërmarrjes në funksion të përmirësimit të shërbimeve për qytetarët. Qeveria mbetet e përkushtuar që ndërmarrjet publike të udhëhiqen me standarde të larta të përgjegjshmërisë, transparencës dhe të efikasitetit. Për bordin e drejtorëve të ndërmarrjes publike, kompanisë ujësjellësit Hidrodrini SHAP propozoi të emërohen këta kandidat: Qëndresa Kukaj Prelvukaj, kryesuese, Naim Neziri, antar, Mielma Vokshi, antare dhe Ismet Fekaj, antar. Nëse nuk keni ndonjë vërejtje, ju ftoj për miratim. Kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika 11 është shqyrtimi propozim vendimit për emërimin e Komisionit
për shqyrtimin dhe vendosjen e zyrtarizimit të gjendjes faktike dhe mos përputhjeve me regjistrin e të drejtave të pronës së palojshme. Komisioni në fjalë emërohet për trajtuar çështjet e zyrtarizimit gjendjes faktike dhe mos përputhjeve me regjistrin e të drejtave të pronës palojshme si një hap i domosdoshëm për rregullimin e sigurisë juridike në pronë. Ky komision i përbër nga përfaqësues të institucioneve kyçe garanton qasje profesionale dhe ndërinstitucionale në trajtimin e një fushë me rëndësi të veçantë për qytetarët dhe zhvillimin ekonomik. Përmes këtij vendimi, qeveria forcon procesin e rindërtimit të katastrit dhe adresimin e pasaksive që kanë rënduar për vite të tëra sistemin pronësor. Ky është një angazhim konkret për të rritur besimin në institucione publike dhe për të siguruar të drejtat pronësore në mënyrë të drejtë dhe transparente. Për më shumë, e ftoj zëvendës ministrin e mjedisit dhe planifikimit hapësinor, zotëria Avni Zogjanin, që ta merr fjalën. Faleminderit. Meqense se kryeministri shpjegoi për çfarë është ky komision, unë vetëm po plotësoj se në këtë komision duhet të votohen përkatësisht zgjedhen 3 anëtar, një përfaqësues nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës, një nga zyra e kryeministrit dhe një nga AKK-ja përkatësisht katastrat. Sot kemi 4 propozime përkatësisht nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës, i cili ka propozuar Astrid Hoti si kryesues i komisionit dhe Bedri Duraku zëvendësues, dhe nga Agjencia Kadastrale që janë propozuar Demir Hyseni si antar i komisionit dhe Ardita Mexhani si zëvendësues. Ju ftoj që ta aprovoni. Faleminderit, zëvendës ministër Zogjani, do fjalën dikush për diskutim. Atëherë ju ftoj që ta votojmë, kush është për. Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika 12 është shqyrtimi i nismës për lidhjen e marrëveshjes së bashkëpunimit financiar ushtarak ndërmjet Qeverisë së Republikës Kosovës e përfaqësuar nga Ministria e Mbrojtjes së Republikës Kosovës dhe Qeverisë së Republikës Turqisë e përfaqësuar nga Ministria e Mbrojtjes së Republikës së Turqisë. Para jush paraqitet për shqyrtim dhe miratim në parim nisma për lidhjen e marrëveshjes së bashkëpunimit financiar ushtarak ndërmjet Republikës Kosovës dhe Republikës Turqisë, një hap i rëndësishëm në forcimin e kapaciteteve mbrojtëse të vendit tonë. Kjo marrëveshje parashën mbështetje konkrete financiare për forcën e sigurisë Kosovës, duke kontribuar drejt për drejt në rritjen e profesionalizmit dhe gatishmërisë operacionale. Ajo dëshmon nivelin e lartë të partneritetit me një shtet aleat dhe për kushtimin e përbashkët për siguri dhe stabilitet në rajon. E ftoj ministrin e Mbrojtjes, zotëri Ejup Maqedonsen, që ta merr fjalën. Nderuar kryeministër, nderuar zëvendës, nderuar koleg, milionit që të paraqes propozim vendimin për aprovimin e nismës për lidhjen e marrëveshjes së bashkëpunimit financiar ushtarak mes Qeverisë së Republikës së Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Mbrojtjes e Republikës së Kosovës dhe Qeverisë së Republikës së Turqisë, përfaqësuar nga Ministria e Mbrojtjes e Republikës së Turqisë. Qëllimi i kësaj marrëveshje është që të përcaktoj parimet e ofrimit të një shume totale prej 200 milion lira turke nga Qeveria e Republikës së Turqisë për Qeverinë e Republikës së Kosovës për nevojat e forcës së sigurisë së Kosovës në përputhje me kornizën e ligjeve kombëtare dhe ndarjet vjetore buxhetore të Republikës së Turqisë. Po ashtu ju njoftoj se kjo nismë tashmë ka marrë rekomandimin nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës dhe negocimi i saj do të bëhet sipas legjislacionit në fuqi. Andaj duke pas parasysh këtë dhe faktin që aprovimi i kësaj nisme është shumë i rëndësishëm edhe për zhvillimin e metodikshëm të bashkëpunimit mes Qeverisë së Republikës së Kosovës, përkatësisht Ministrisë së Mbrojtjes dhe Qeverisë së Republikës së Turqisë, përkatësisht Ministrisë së Mbrojtjes së Turqisë, ju propozoj që të miratojmë në parim këtë nismë. Ju falemnderit për vëmendjen tuaj. Faleminderit ministër Maqedonsi. E doni fjalën për diskutim. Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika 13 është shqyrtimi i propozim vendimit për ndarjen e mjeteve financiare për luginën e Preshevës. Ky vendim përfaqëson një angazhim
të qartë e të qëndrueshëm të Republikës Kosovës për mbështetjen e shqiptarëve në luginën e Preshevës përmes një pakete konkrete programesh që adresojnë nevoja jetike në arsim, kulturë dhe zhvillim socio-ekonomik. Ky nuk është vetëm një vendim financiar, por një shprehje e përgjegjësisë shtetërore dhe solidaritetit kombëtar që synon të garantojë të drejtat themelore dhe dinjitetin e qytetarëve tonë përtej kufirit. Njëkohësisht ky vendim afirmon përkushtimin e Kosovës për të vepruar në përputhje me standardet evropiane për mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve, duke dëshmuar se mbështetja ndaj Preshevës, Bujanovësit, Medvegjës e Pazarit të ri apo Noj Pazarit nuk është vetëm një obligim moral, por edhe politike strukturuar dhe qëndrueshme institucionale. A dëm fjalën dikush për diskutim? Ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika 14 është shqyrtimi I draftit të planit veprimit për qeverisjet hapur 2026-2028. Ky plan veprimi për qeverisjet hapur 2026-2028 është dëshmi e përkushtimit tonë për një qeverisje më transparente, më llogaridhënëse dhe më të afërt me qytetarin. Përmes 5 zotimeve konkrete, ne po forcojmë qasjen në dokumente publike, pjesëmarrjen qytetare dhe kontrollin demokratik mbi institucionet. Ky nuk është vetëm një dokument formal, por një kontratë besimi me qytetarët për të ndërtuar institucione që dëgjojnë, raportojnë dhe përgjigjen. Zbatimi I tij në bashkëpunim me komunat dhe shoqërinë civile garanton që kjo reformë të jetë gjithëpërfshirëse dhe reale në praktik. Në thelb ne po ndërtojmë një shtet më të hapur ku pushteti buron nga qytetari dhe I kthehet atij përmes transparencës dhe përgjegjësisë. E ftoj ministrin e administrimit të pushtetit lokal, zotëri Albert Krasniqin që ta merr fjalën. Falënderes I nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, ministra dhe zëvendës ministra. Republika Kosovës është antarësuar zyrtarisht në partneritetin për qeverisit e hapur në vitin 2023, pas një procesi të gjatë angazhimi dhe lobimi, që nga ajo kohë MAPL ka qenë institucion përgjegjës për zbatimin e planit kombëtar të veprimit në bashkëpunim me organizatat të shoqërisë civile, komuna dhe partnerët e tjerë. Pjesëmarrja aktive e Kosovës në OGP sjell përfitime të dukshme në avancimin e transparencës, llogaridhënies dhe digitalizimit të shërbimeve publike, si dhe rritjen e besueshmërisë institucioneve. Andaj sot paraqes para jush kërkesën për miratimin e planit të ri të veprimit 2026-2028. Ju falenderes. Faleminderit Ministër Krasniqi. Nëse nuk e dëm fjalën dikush për diskutim, atëherë ju ftoj që ta miratojmë kush është për. Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 15 është informimi I Kabinetit Qeveritar për raportin për funksionimin e komunave për vitin 2025. Ky raport vjetor për funksionimin e komunave paraqet një pasqyrë të qartë dhe të përgjegjshme të performancës së pushtetit lokal gjatë vitit 2025, duke I dhënë institucioneve dhe qytetarëve një bazë reale për vlerësim dhe veprim. Përmes analizës së arritjeve dhe sfidave, raporti orienton komunat drejt reformave konkrete dhe përmbushjes së obligimeve ligjore dhe evropiane. Ky proces monitorimi dhe raportimi dëshmon për një qeverisje që e mat veten dhe kërkon përmirësim të vazhdueshëm. E ftoj përsëri ministrin Krasniqi që ta merr fjalën. Falënderes kryeministër, të nderuar kabinet qeveritar, Ministria e Administrimit për Shtetin Lokal, konform mandatit të saj ligjor dhe me qëllim që të sigurojë funksionimin sa më efikas të qeverisë lokale në Kosovë, në këtë mbledhje të qeverisë paraqet për njoftim raportin e funksionimit të komunave të Republikës së Kosovës për periudhën janar-dhjetor 2025. Raporti I funksionimit të komunave analizon aspektin e rëndësishme të qeverisë lokale për të sjellë një perspektivë të plotë të progresit dhe sfidave të komunave gjatë vitit 2025. Me anë të këtij raporti janë vënë pak të arriturat, përfshirë edhe ngecjet në nivelin të qeverisë lokale, për të cilat në vitet që të fokusohemi në të ardhmen dhe më shumë. Raporti pasqyron funksionimin e kovendeve të komunave, ku është monitoruar me kujdes funksionimi dhe përmbushja e obligimeve të tyre ligjore që burën nga ligji për veçërisjen lokale dhe ligjet e tjera të cilat përcaktojnë kompetencat e veçërisjes lokale. Ju falenderoj për vëmendjen. Faleminderit Ministër Krasniqi, ky ishte vetëm një informim I cili nuk ka nevojë për votim, andaj kalojmë tek pika e fundit të ndryshme, ku së pari trajtojmë
shqyrtimin e propozim vendimit për ndarjen e mjeteve financiare për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për mbulimin e obligimeve të papaguara që rrjedhin nga organizimi i zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Republikës Kosovës të mbajtura me 28 dhjetor 2025. Ministria e Financave ka propozuar që të aprovohet kërkesa e Komisionit Qendror Zgjedhor për ndarjen e mjeteve buxhetore në shumë prej 2.255.825 euro për mbulimin e obligimeve të papaguara që rrjedhin nga organizimi i zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Republikës Kosovës të mbajtura me 28 dhjetor të vitit kaluar. Për më shumë ftoj Ministrin Murati që ta merr fjalën. Faleminderit ti nderuar kryeministër. Siç e dini, ne gjatë vitit kaluar fiskal, pra para datës 31 dhjetor, kemi ndarë një shumë konsiderueshme, meqense se shuma e tillë për organizimin e zgjedhjeve të parakohshme të 28 dhjetorit vitit 2025 nuk ishte paraparë në buxhet. Ne kemi ndarë një shumë të konsiderueshme, megjithatë ajo nuk ka mbuluar tërë shumën e nevojshme për organizimin e zgjedhjeve dhe duke qenë të vetëdijshëm që një pjesë pra do të bartej edhe në vitin aktual fiskal. Për pjesërisht, ajo pjesë është mbuluar nga ndarja prej 1/12 së buxhetit që kishim, pra përgjatë zgjatjes buxhetore, ndërkaq tani nevojitet që të ndahet edhe kjo shumë në mënyrë që të përmbyllet pra i gjithë obligimi sa i përket shpenzimit për organizimin e zgjedhjeve të 28 dhjetorit të vitit të kaluar. Faleminderit. Faleminderit Ministër Murati, a do fjalën dikush për diskutim? Ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Faleminderit, me kaq që përmbyllim mbledhjen e sotme dhe mirupafshim në seancën plenare që fillon pas pak minutave.